ku e keni skenarin që unë shikoj momentalisht në treg, mund të ndryshoj pak, të shtyhet pak e 1 javë, 2 javë ulja, por duket si një skenar shumë në mundësi të lartë dhe është pjesë e një shitje graduale të institucioneve për momentin që nga 23-25 shtatori ku ka filluar kjo shitje dhe dalje nga institucionet në mënyrë graduale. Nasdaqun kemi pak me probleme sepse vazhdon të rezistojë dhe të jetë negativ dhe mund po thyu këtë vizën e trendit në rritje këtu, mund të shkojmë deri te 23.800, një ulje shumë e thellë për Nasdaqun që përfshin këtu large caps si Nvidia, Microsofti, Tesla dhe kështu me radhë. Dhe ja ku keni një lëvizje 5% të Nasdaqu konvertohet të një lëvizje minus 10% të asetet kryesore dhe diku të 10% besoj të S&P-ja. Russell 2000 ka thy kësh small caps, ka thy strukturën e kanalit në rritje, po bën një trekëndsh tani dhe ka gjetur një support momental. Prap shenjat janë jo dhe aq pozitive dhe duhet të shikoj thyrën e zonës 2.5000 për një vazhdimsi për më lart dhe një ristrukturim të zonave. Duket pak i dobët. Mendoj deri në vendimin e normave të interesit sektori ose indeksi Russell 2000 për kompanitë më të vogla, small caps, do jetë pak i paqëndrueshëm. VIX-i që mat volatilitetin duket mirë në një zonë shumë të mirë relativisht, te zona 15 tregon një treg që nuk ka shumë paqëndrueshmëri dhe është i stabilizuar të kjo zonë dhe ka mundësi që të shkojë deri te 13. Në uljen e 13-s kemi një val serioze mbi 7000 të S&P për mendimin tim. Kështu do funksionoj dhe jemi kryesor këtu është që të qëndrojnë në 15 për një periudhë 1-2 javë. Në japjat e valën që unë parashikoj të S&P-ja deri te 7100. Ka që segmenti i aksioneve, kemi blerë dhe aksione të ndryshëm këtu. Pak më para të tregova Baidu si një mundësi që unë ndava te Discordi jon, edhe do të marr mundësin këtu që të flas pak për komunitetin ton Trend Hunters. Keni dy paketa. Keni paketën fillestare që është 15 pound në muaj që merr analizat e tregut, përfshin këtu analizat e përgjithshme të çdo aset kryesor, në një mënyrë që e bëjmë te podcasti këtu. Gjithashtu keni analizën makro, kemi dhe watch liste që unë ndaj për idetë që po shikoj në tregun e aksioneve dhe në tregun e kriptove. Do të tregoj kur kam darë dhe idetë, ndonjëherë jap ide falas aty, edhe pse kam të rezervuar për komunitetin Apprentice Hunters, ndaj ndonjë ide. Në datën 29 kam darë Baidu dhe kam thënë që ke një mundësi për 1/5. Kjo ka qenë ideja ime asaj dite, ka qenë një tregtim që më ka pëlqyer shumë dhe kam hyrë në ato momente që e kam darë këtu me grupin Novice Hunters. Në momentin që e kam darë për 3-4 ditë, ja shikoni ku jeni, ka bërë një lëvizje deri te 1/4 dhe mendoj që mund të shkojmë deri te 1/5. Lëvizje të jashtëzakonshëm me një vrull të jashtëzakonshëm dhe serioz. Për ju që dyshoni që ndoshta unë kam darë 100 ide dhe kjo ka qenë vetëm një ide që ka ecur te grupi Novice Hunters, do ju tregoj tani këtu, kam darë Baidu. Këto nuk ishin ide, ishin përmbledhje se si po më hecnin tregtimet në ato momente. Ku ka qenë ideja fundit? Kam darë te krauti që ka dalë me pak humbje
ALAB-ja që keni në rritje graduale ALAB-n. Kështu që jo të gjitha do ecim në këtë mënyrën e Bajdus, por 1-3 lëvizje të ecim në atë mënyrë. 1-3 të dilni me dështim, 1-3 të dilni me një humje me fitore të vogël. Jeni tregtar fitimprurës. Unë mundohem të jap sa më shumë informacione te Discordi dhe t'ju informoj juve dhe me çmime vetëm 15 pound në muaj. Por ju që doni të tregtoni kripton, tregtimin e fundit që kam darë aty ka qenë Zcash përpara lëvizjes të fuqishme që bëri ja 10 ditë përpara. Shikojmë ku kemi. Kishim të zonën këtu që më pëlqente dhe bëre një lëvizje me vrull. Do ju tregoj dhe kripton këtu që e kam darë, Zcashin. Ideja e sotshme. Ndjen dava ETH BTC për një lëvizje për më lart, okay? Që ka ecur mirë për momentin dhe jemi në një start dhe s'ka marrë vrullën akoma. Por Zcash ka kapur një profit të mirë. Ide që po i ndaj falas te Novice Hunter që është vetëm 15 pound në muaj. Për ju që doni të investoni kapitalin në mënyrë profesionale me ndërtim portofoli, si puna ime që unë këtë vit kam nxjerr diku te 70% të aksionet, dhe është me fakte të kompeticionit US Investing Championship, mund më kontaktoni në Telegram, linkun e keni më poshtë, privat, dhe të antarësoni të grupi Apprentice Hunters, ose hyni të Discordi Novice Hunters, që është 15 pound në muaj, dhe më kontaktoni aty dhe shprehni kërkesën në formën që mund të bëni aty, dhe ose thjesht edhe një mesazh dhe fillojmë antarësimin te komuniteti më i avancuar për ju që keni një farë kapitali. Dhe po i them këtë që duhet keni një farë kapitali që të përfitoni nga tregu. Unë gjithmonë ju sugjeroj që minimumi të filloni me $10,000 deri në $15,000 tregtimin. Po që nuk keni atë lloj kapitali dhe doni të mësoni, keni Novice Hunters që me vërtet është një komunitet me vlerë për fillestare që duan të avancojnë dhe të mësojnë. Kaq ishte për të thënë për komunitetin ton. Ligjet i keni më poshtë të përshkrimin videos dhe shifimi atje si në Telegram falas dhe në Discord, flasim dhe diskutojmë atje.